Ju tha që Kochallarët nuk kanë konkurrencë me njëri tjetrin. Nuk duhet të kenë. Nuk duhet të kenë, por a kanë? Normal. Hoxhallarët janë njerëz edhe unë shpeshherë them kanë nefsin e tyre, dhe nefsi është egoja, është vetvetja e tyre, dhe njeriu nuk shpëton dot prej kësaj. Madje në momente të caktuara kur rritet dhe fama e njeriu, njerëzit e ndjekin e dëgjojnë, ai nefsi bëhet pak edhe më i vështirë për t'u edukuar. Gjihadi, pse quhet gjihadi me nefsin, është gjihadi më i madh, po pse hoxhallarët kanë shpëtuar për këtë gjihad, e kanë fituar këtë betejë me veten e tyre? Kur se kanë fituar. Mirë, po ne duhet të bëjmë dakord për diçka që të gjithë jemi korrier, që orientojmë drejt njëjtit destinacion, drejt njëjtit Zot. Dhe thash shpeshherë, ndoshta ti troket në një zemër me shumë sinqeritet, por nuk hapet. Është dikush tjetër që troket, ka një sekret tjetër ai, apo forma se si ja thot. Personi që ke përballë, ndoshta nuk është person që ka qef me dëbut, dhe person që do t'ja ndash drejt gjën. Dhe kjo është pasuria kur e shikon, në thonjë za atë bashkësinë e hoxhallarëve, secili jep dorën indirekt njëri tjetrit, po të gjithë bashkë mundohen, po themi atë bashkësinë të mos e lënë të bjeri poshtë.